Përshëndetje miq të Partizani Channel, ja kur rikthehemi në episodin radhës këtu në podcast Partizani. Si gjithmonë un kam qejf dhe kam kënaqësi më të madhe të ftoj të ftuar nga gjithë fushat. Sot kam një personazh mjaft të veçantë, ai është i dyzuar për momentin, por rrugës shpresojmë që ky dyzim ta shoqëroj. Bëhet fjalë për Emanuel Locin, gazetar i Panorama Sport, por gjithashtu nga tifozët më të zjarrt të Partizanit. Mirë se erdhe Emanuel. Mirë se u gjeta, falenderoj shumë për ftesën dhe është një vlerësim shumë i madh që jam këtu. Kënaqësi e madhe që të kam këtu. Jo pse shpreh edhe ti kënaqësinë që je këtu, por për mënyrën për atë që ti jep Partizanit, jo në rrjetet sociale, ti ke qenë nga tifozët të parët, edhe tashmë kemi kënaqësi më të madhe që të kemi edhe tek shkrimet. Mbase shkrimet tuaja tek Panorama do të jenë dhe të kujdesshme, por e rëndësishme që kemi një personin ton aty që do të kujdeset me detaj për Partizanin. Unë do të nisja me pjesën e se si nisi, domethënë si gjithë pyetjet që një shtrohen to është pjesa si u bëra tifozi Partizani, kush të shtyu apo kjo është pjesa më e rëndësishme, si u bëra, pastaj kush të shtyu tani them drejtën, si gjithë tifozët e nisin fëmijëri, rrallë domethënë ndodh që dikush bëhet tifoz në moshë të madhe, mund të jenë ndoshta turistët, pa nisin fëmijëri. Unë du të them që Partizanin e kam zgjedhur vetë, sepse është si më duket domethënë nga çdo qytet i Shqipërisë që bëhen tifoz Partizanit, e mbështesin, i shkojnë e ndjekin me shumë kujdes, e kanë zgjedhjet të vetën, ndërsa pjesa që më bën përshtypje është se edhe babi im para viteve 90 ka pas histori të tilla që e ndiqte Partizanin me kaq dëshira apo pasion sa unë. Pra ka qenë shumë mendoj si gap. Po, shumë e madhe shtysa sa babi, sepse babi më ka dërguar në stadium për herë parë, dhe më dal përveç pjesës që ne e zgjedhim vetë, ajo indicia babit ka qenë shumë e madhe, sepse mbaj mend që gjërat më të bukura që kam nga fëmijëria ishte kur më thoshte babi që bëu gati se do ikim në stadium. Edhe kjo kënaqësia më e madhe. Atë nuk do ta heq nga mendja, domethënë nëse do më thosh kujtimet më të bukura me babin kush janë, unë do përmend kur kemi shku bashkë stadium, që kemi përjetuar një gol që më ka mbajtur, domethënë janë emocione që duke qenë se ke një moshë të re, edhe më duket ose më saktë duke bërë kalkulimet, mendoj se ke qenë një periudhë vështirë të Partizanit tifoz, ose e ke nisur një periudhë vështirë. Tani, me thënë drejtën, unë aktiv kam filluar të shkoj në çdo ndeshje nga mosha 13 vjeçare që kishte kalu pak ajo periudha e vështirë. Por gjithkohon kam qenë duke pyetur të tjerë se si ka qenë ajo periudha më e vështirë, dhe për mua nuk është se kam ndjeja të, domethënë kam gjetur atë periudhën që është tani, që është e arta, është 2013-2025 që di them se kjo periudhë është me vërtet në rikthimin e Partizanit më parshëm. Jo vetëm te titulli kampion, jo vetëm te trofet, po edhe te emri. Domethënë fanella e Partizanit tani trem. Atë që nuk e kishte në atë periudhën e vështirë që ke qenë ti apo persona të tjerë që kanë kontribuar në fillimet e tifozërisë së zjarrt. Absolutisht edhe unë kam qenë për të vështirë, po si dhe ti, domethënë ishte pjesa e viteve 99-2000 që edhe Partizani pat një tjetër rikthim. Në ty kishte rikthimin e dytë që ishte akoma më i fortë, më i fuqishëm. Pjesa e 2013-s, pastaj. Unë kisha pjesën e 2001-shit. Ai 2001-shit nuk rrestoi aq wow, kishte gjëra të bukura, kishte goxha atmosferë spektakël, trofe kishte shumë pak. Po besoj që ky Partizan është pikërisht është ajo fryma, ajo që rikthimi i një legjende që na mbajti të bashkuar, domethënë është shumë emocion i madh. Ky rikthimi si për çudi ka nxit se ti e ke parë dhe me kujdes këtë pjesë. Jo se e ke studiuar tani, besoj tani vonë këtë pjesën se si nxiti Partizani edhe vetë kampionatin gjithë në tërësisë që po flinte gjumë nga tribuna deri tek futbolli. Është shumë e vërtetë. Edhe tani, siç e thash, domethënë që kam pyetur, domethënë pa Partizanin nuk ishte kampionat shqiptar, ishte dalloi ajo mungesa, ajo fryma. Erdhi Partizani, erdhi grupimi i Partizanit Ultras Guerrills, ishte ajo atmosfera tjetër, ishte ushtun tifogrupet. Prej atëherë filloi u bë, më përpara nuk ishte trend. Kishte Ultras, tani është trend vetëm për shkak se ndjekin hapat, kopjojnë. Unë dua nga ty dy momente të parë, kujtimi i parë me babin stadium. Tani, me thënë drejtën, vetëm di që ka qenë derbi, se kemi qenë me një nga blut, po ka qenë, mund të ketë qenë viti 2007, duhet të ketë qenë një nga ato derbit, o 2007, o 2008. Ja, të zditë, nuk di ndaj stadiumin, po mbaj mend vetëm që ka qenë emocione shumë papame në fillim, që kanë përfunduar me zhgënjim fakt. Edhe nuk di ta ndaj, nuk e kam gjetë dot, më vjen shumë inat që as babi nuk e. Po mirë, atë momenti që ti fillove domethënë që
e kishën pak e shumë që e dalloj që kundërshtar kishën, mund të ishte kundërshtar i në radhës. Me babën nuk e pas. Kjo është ka momenti i vetëm i parë. Po, ky është momenti. Vetëm lindi kështu. Pastaj do të them edhe pjesën e dytë të ky rikthimi që ndodhi i Partizanit. Më çoi babin derbi, edhe ishte sikur unë nisa nga fillimi. Do ta them këtë që ishte pikërisht sikur e nisa nga fillimi. Domethënë çdo gjë tjetër kishte ngel si më përpara, unë jam tifoz i këtij ekipi, unë jam e tregoja, e kisha me krenari dhe pse titulli kampion mungonte prej vitesh, po unë e tregoja me krenari, ishte shumë e vështirë në atë kohë thoje, domethënë kur Partizani ishte në kategori inferiore, po thoya jam tifoz i Partizanit, habiteshin nga vjen, nga si e rund ky në klasë 5, në klasë 4, apo si mund ta thotë ky është tifoz me Partizanin. Me kaq krenarim, po, me dëshirë, edhe kishte ngel. Ky rikthimi pastaj mbaj mend më çoi babi për derbin, ishte fiksa emocioni i atyre viteve të mëparshme. Edhe prej atëherë më pas, unë nuk e pyeta më babin, a do ikim, ishte edhe fshehurazi, do ta pranoj që edhe kam lënë shkollën ndonjëherë se jo se më detyrote Partizani asnjëherë, po thjesht filloi u bë si prioritet, është si thosh, e ndjeja gjithë fokusin aty. Unë kam qenë fatmirësisht Partizani nuk më ka ndikuar në studime, edhe në 9 vjeçare edhe kështu unë kam qenë student me nota të mira, po, dhe nuk është se më ka ndikuar që si thua që mos shkon stadium se kjo është një minus ose një diçka e keqe që mund të realizojë. Edhe ka ngel kot, sepse nuk është mos shkon stadium se të pengon tu. Stadium mund shkosh vetëm në rastin tani për shembull punët apo gjëra të tjera, po në stadium mund shkosh për herë e gjen mundësinë, është kulturë me të vërtetë, është më keq të rrihen një fëmijë rrugës se sa të jetë aty në stadium, të jetë me grupin, sigurinë apo me këto kushte që kemi momentalisht janë më të mira në Shqipëri. Më sa më mend, unë kam njoftë ty s'nge njoftë para shumë. Unë besoj të kundërtën, që unë kam një... Jo, kam një se duke menduar nga parë. Në atë periudhën kur Çeli, ai grupim ose më saktë ajo rryma aq e bukur, ishte edhe imazhi jot që ishte pak edhe kishte mentalitetin e duhur në tribunë, më pëlqente shumë sjellja jote, por mos ishte nga herë rebel. Do të tregoj edhe këtë pjesë, çfarë ndodhte. Për shembull, unë shikoja shembuj, ndoshta nga më të vjetrit të videja gjërat më të bukura, kujdesin që tregonin mentalitetin apo çdo tifoz i thjesht nuk ka rëndësi a angazhohesh tek koret apo çdo tifoz i thjesht mund të marrë shembull tek ato që janë më të vjetrit edhe kupton se çfarë atmosfere krijon pikërisht tifozëria e Partizanit. Edhe unë nga kjo tifozëri, mundohesha të videsh si sillej papi, si sillej. Edhe pse ndoshta atëherë ndoshta nuk njeh me emër, po e shikoja. Backstage. Po, prapaskena, ashtu janë gjithë, më të pjesa tjetër janë të gjithë në të prapaskenën që ne të tjerët që jemi më të rinj apo që jemi rrit pak me rrjetet sociale, mundohemi t'i kopjojmë marrim më të mirën, edhe pastaj kalojnë vitet edhe ndërtojmë edhe një figurë që unë ndjem shumë krenar sinqerisht kur më thotë sinqerisht kur më thon ndonjëherë a do ikim ta shojmë ndeshjen pas ndonjë fëmijë nga lagja apo tjetër që një shok më ndjej kënaqësi sepse domethënë ndjet mirë ai që shikon me mua edhe unë do ndjem mirë që. Jam më larg se mbrëm kisha një kënaqësi shumë super veçantë për ndaj me ty se ti edhe ti e përjeton si puna ime. Edhe kisha një djalë bukur 13 vjeç, edhe ai nga që siç the edhe ti, ne jemi ti që nesër mund të jesh akoma një figurë akoma më e gjerë për sa i përket edhe imazhit Partizanit. Shpresojmë të rritesh sa më lart, të realizosh ato, por shpresoj që ta mbajsh edhe atë supportin negativ deri në fund. Asnjëherë, domethënë vetëm kjo është gjëja që edhe këtë më kanë përmend vogël, më thonin, ha se do rritet ky do ta leje, siç ma thonin edhe me ekipet e tjera të futbollit. Futbollin, sidomos Partizanin në Shqipëri, nëse e ngulin zemrën, nuk ka shans, domethënë të bëhet nuk e gjitha them për te asaj sepse do të kalojmë kjo pjesa e profesionit në fund të ditës absolutisht nuk na heq askush nga zemra dëshirën dhe pasion që kemi për klub. Por jeta ka ato pengesat dhe vështirësitë që nga i herë dhe për hir të familjes, për hir të realitetit do të bësh një step back. Po, sinqerisht Partizani për shembull ka një staf shumë të organizuar, shumë që e ndjen Partizani punojnë është i tyre, po dhe në tifozët për shembull unë vetë e ndjen një moment që më duket sikur është përveç se pjesë e familjes që e përfshin çdo gjë, e ndjen sikur është si fëmia, domethënë kujdes e merakosëm, është sinqerisht është mendimi i parë kur zgjohem, është me të vërtet mendimi i parë që domethënë do më shkojë në media dhe është mendimi i fundit para se të flet. Kurse unë kisha këtë problem serioz, shikoja të kuqe dhe
Mendoj edhe nga të zgjedhjet që bëja pjesa e tifozikut, zgjedhja çdo skuadër të kuqe që ekzistonte në Europë, në sport ekstra. Edhe ishte tek pjesa e fëmijës vogël që lidha tek pjesa e tij që një imazh shumë frymëzues, nesër pas nesër do jesh akoma më shumë tash, edhe po më thotë që çfarë xhaxhi ti jetë punë të Partizanit, po kam mësuar një këngë të Partizanit. Ha, tash nisa tek backstage-it që po flisa pak, nisa pjesën e Se kur jemi që së bashku. Edhe ai 12 vjeçari Se kur jemi, nuk ka të paguar e kënaqësi. Po, s'ka përshkrim është. Ajo është emocioni, është është tjetër fëmijë që hapnin syt, po ky domethënë edhe u bën kurioze dhe zgjerote, u rrezë dëshira. Edhe kjo një tek jemi tek Partizani dhe tek klubi. Pse Partizani është më shumë se një skuadër? Sepse gjesh shpesh këtë pjesë, nuk pa zbulur nga vetë. Ja duhet nga ty. po, është më shumë se një skuadër, nuk diskutohet sepse është familje, domethënë siç njihemi bashkë apo si njohim shumë të tjerë, është krijuar rrethi, është familje, është qetësimi joni, është gëzimi joni, nuk mund të jetë një skuadër diçka që t'jep kënaqësi futbolli. Për mua skuadër është Barcelona, që shikoj jam mbështetës i saj, e shikoj nga televizori, kënaqem me futbollin. Okej, nuk prish Sevilla. Prandaj rrugët kuq. Prandaj po them që te pjesa e ekipeve jashtë për mua është skuadër. Ndjek po, ma jep kënaqësinë. Një debat që bën shpesh më shoqëri. Derisa këtu është halli ynë, gëzimi ynë. E përditshmëria që këtu do të hapë syt me këtë. Nëse kam një gëzim familjar, për herë do jetë shalli, për herë do jetë një simbol, se do ta kem aty pranishëm, mund të duhet shumë ngon është. Ke pas duke qenë se je nga pjesën e Shqipërisë, ka pas Shqipëria mesme. Un jam origjinë nga Mirdita, po jam rrinë në Tiranë. Kemi ardhur. Po kam qenë 2-3 vjeç. Edhe mirëtor kanë pak edhe lidhje. Po pjesa që rritëm në Tiranë, ke has me këto dasmat. Po. Shalli me vetë ke marrë. Jo, do të tregoj po do të prekja shumë të pjesën e dasmave, ahengjeve që janë këtu në Shqipërinë e mesme, që ndodh këtë kanë rivalëve. Mu që më ka ndodh, unë thjesht jam largu nga aty me lezet dhe kam dalë. Ja kam respektu, nuk jemi, nes jemi... Ka qenë njerë se për fat keq më ka nëllë kjo pjesë, ka kapë për krau dhe hajde kërce me ne. Jo, atë e shiko, ti e Tiranës, në më thënë ty të ndodhi... E buj qik, po, ty më ndodhi më shumë, dërsa mu nuk mund ma bëj njëri këtë gabim, sepse nuk është... Radikal. Po, unë dhe më thënë, po shmangem tek pjesa që nuk po bëj asgjë tjetër, dhe thepshëm një nga raste që në gjimnaz, po të rritesh në gjimnaz mes afër volleybomit, normalisht do kesh, edhe kishim maturën e atëhere, para 6 viteve, kishim maturën, edhe kjo matura do me thënë më mbrite shumë merak, do fusin to kongën e rivalëve, do e fusin to dhe thoja, aty do ma prishin qefin, se normalisht ndoshta timen se fusin, se do i them ati nuk e fut që mos krijoj konflikt, po, e do fusin rivalëve. Shkova te DJ, unë ja shpjegova, i thash, shiko, vetëm të këngën mos e fut, qa dush tjetër? Ore, ne mundojmë, ne i shijojmë çdo këngë që është për qytetin, është qyteti që e duan kaq shumë, kupton? Po patjetër, ku ka se Tirana po dërmar. Unë e këtoj me gjithë zemra atë, kupton se s'ka me vërtet si Tirana, si ky qytet. Edhe e paremrova që këtë këngë mos e fut. DJ ra dakord, nuk e ditë DJ që do. Edhe në fund nuk e futi, unë ndjeva shumë i lumtur, pjesa tjetër kështu ndodh gjithmonë. Rivaliteti ky është, po ndjem shumë krenar që në të paktat raste që më kanë thënë gjithmonë është vendos ose ndoshta rasti vetëm. Nuk u vendos në atë rast që ishte edhe ato ndoshta për qef, për gëzim, nuk është se unë e di që nuk ka ndonjë... Sidomos në vendet dhe kënaqësia e thojza e provokimit të ngacmimit është e madhe. Po. Ne të Partizanin se kemi këtë kaq shumë. Jo, ne jemi ne jemi më të kujdesshëm apo më të kuptueshëm. Hym ke më njerëzor. Po, jemi më të kuptueshëm, si më thënë. Për te keq kuptimeve. E tek pjesa e rikthehemi prapë tek tribuna, sa aty do të mbahet edhe pak fare, do të mbajë pjesa e volimit të tribunës, sa ka ndryshuar, le të themi, krahasimit, me i bëj krahasim tribunës edhe kohën kur i qenë kotë dhe me periudhën kur ke nis hapat e para, tribunat kanë qenë vërtet shumë nxehta. Po tani ka pluset e minuset e veta. Po, tani mund të kemi favor që jemi në shtëpinë tonë. Domethënë ndihesh je tamam në shtëpi, edhe pse në shtëpi për ne ka qenë edhe Çemal Stafa, edhe Selman Sërmasi, stadiumi Dinamo më saktë ka qenë si shtëpi për ne, sepse ne kemi pas lut aty dhe më përpara se të lunin ato që ka tani. Kemi shumë kujtime, po tani ka një problem me pjesën e numrit tifozëve. Nëse atëherë kishte
numri tifozëve, atmosfera brenda grupimit mund të jetë e njëjtë. Po do s'doj numri tifozëve që është dhe pjesa tjetër që ndjek që e pason atë atmosferën e grupimit, është lë për të dëshiruar numri tifozëve. Tifozët ndoshta edhe e harrojnë këtë pjesën që Partizani është për te rezultatit. Siç është ky mesazh, ka dalë kjo fanel, pak më përpara apo pak më vonë mund të dalë ajo tjetër që për te rezultatit edhe. Po. Tifozët nuk duhet ndikojnë, paktën te ky stadium. Edhe më bëri detaj, më bëri përshtypje detaj ka qenë një nga t-shirtat e ndarë nga grupimi, ishte Ultras Gueric për te rezultatit me të vogël këtu dhe një fëmijë vogël që ishte tek xhami dhe tribunat ishin plot me fëmijë të vegjël. Edhe ti e ceke pak më parë që the që kjo është ajo përditshmëria jonë dhe mund vje keq kjo pjesa që tani u kryen dhe mundësitë kushtet e gjitha rrugët po bën është një fundjavë me një nip, një djalin, me një shok ngushtë. Ne kuptojmë shumë qartë realitetin shqiptar, por besoj që si pengon askush ne kemi qenë në ditë më të vështira. Flas se ky popull, ky shtet ka qenë po hym me ekonomisë probleme, po realiteti ka qenë edhe me ditë më të vështira, tribunat kanë qenë tetë të mbushura. Shumë më të vështira. Kjo tendencë është te çdo ekip, te çdo ka rënë numri, për shkak skema, shkak hallet, çdo gjë që ndjek Shqipërinë. Kjo pjesa e skemës, më thonë, edhe një pjesë që është e lakuar shumë. Për mua skema është vrastare. Për çdo ekip si Partizani që është për herë pretendent për titullin kampion, që kërkon të bëjë ato investime për të mos ta diskutuar të që qenit favorit, ajo që e step Partizanit bëje hapa si boni këtë vit që fitoi të ardhurat në janar apo vitin e kaluar për shembull Partizani rezistoi, nuk i shiti lojtar, edhe në fund të shtojtë ndeshja e fundit, sepse i ndeshja është ajo. Domethënë Partizani aktualiteti që përmendën se do të shmangë sa më shumë skeme se është konsumuar shumë edhe për media dhe ne nuk i shtojmë as lëvizje përkundër ne profesionalistë me klub futbolli Partizani dhe mediat është detyra e palës medias qendrore, edhe ti atje sot je këtu me. Sot jam si tifoz. Sot je tek shtëpia jonë. Ju ke shtëpia jonë përbashkë, nuk e jo imja, ai bashkë jona e vogël këtu. E kisha tek pjesa e aktualitetit, pjesa më që e përmendë pak edhe merkaton e the që Partizani bëri lëvizjet e klubit edhe e Curias më saktë ndeshjet që kanë mbetur. Mendoj që Partizani mund të arrijë mund të bëjë diçka më shumë. Tani do them dy momente që shkurtimisht më japin besim mua që diçka e bukur mund ndodhi në fund. Janë ato ndeshjet me Laçin, që ne kualifikohemi në kupë edhe pse jemi me një lojtar më pak. Është ndeshja me Skënderbeun, që ne shkojmë edhe fitojmë domethënë edhe qëndrojmë te kjo pozita e sigurt në Final Four apo që është më e komode, që unë them, ore ky Partizani e ka shpirtin, e ka atë edhe nëse nuk ka kontingjentin më të mirë, pas ka atë i ka ngel ajo pjesa e shpirtit, ajo se në fundit njëjtë 20 lojtar kanë ngel njësoj, 20 lojtar, 15 lojtar kanë ngel njësoj, janë në njëjta përbërje, janë në njëjta edhe unë si tifoz gjithmonë të ta ruaj atë besimin. Domethënë, edhe nëse kjo ka bërë shtypje historike aty se sinqerisht ta them jo për të bërë çefin se më ka këtu, por është nga gjërat që më të përbashkëta që kam arritë gjetë këtu tek vetja ime dhe këtu domethënë pjesa që mënyra se si reagon pas një rezultati negativ, pas një humbje apo një pakënaqësie të madhe që është shtruar, edhe ti përgatitesh bën një artikull shumë i qartë dhe mund të qëndrojë edhe shumë i drejtë, por një nga të paktet që reflekton në këtë mënyrë. Edhe në ka bërë përshtypje gjithmonë, mbase kjo është edhe dashuria që për klubin, por nganjëherë më duket se je shumë edhe të ka dalë përmbar. Po, ajo si tifoz është diçka e ke parë, domethënë nëse e ke parasysh atë foton që vetë mund të jesh i mërzitur pak çapo ndodh, po ke atë çadër që më mbajt atë tek ju. Ajo çadra është shumë shumë. Atë këtë periudhë. Edhe ke atë çadër. Domethënë ne si tifoz normalisht mund mërzitemi se ndodh çdo njeri mërzitet po nuk e ecën ekipit zemër se nuk do të ecë as ty. Dhe unë po nuk e ecë Partizani, nuk më ecë as mua, jam i mërzit, por duhet shikojmë atë anën e dytë, domethënë gjykimet apo gjërat e tjera që unë duhet ta ruaj optimizmin që nuk është vetëm te Partizani problemi, mund të ketë ndodhur edhe 2-3 se futbolli shqiptar është me detaje. Po dolën avantazh tu tek futbolli jon, e ke sigurt ose që nuk do humbësh. Po do fitosh ose është shumë e vështirë për mbysja, si më thën. Partizani hyn te ato ekipet që bën gol në fund. Domethënë ti mendon që prandaj ne ruaj atë Partizani është skuadër që aty ku duket që i ka gjë të lehta, nuk e ka qef që të përplaset me sakrifica, me barriera të forta që ty edhe aty ta shijoj shumë suksese.
Po, është Partizani është Nuk e ka qef shumë sukses në let. Po është shpirt sakrifice, sinqerisht nëse do them për një klub, gjithë klubet e tjera po ta marrësh nga viti 2013 që po them e ndjek shumë, kënaqen e çm fillim çan ndërtojnë fillime ruajnë e mbajnë ose janë ai kontingjent. Ndërsa Partizani është ajo që përplaset me vështirësitë. Edhe ja del, dhe Partizani është ekipi që to 12 vjet është ekipi që ka bërë më mirë, që ka ruajtur atë standardin. Nuk e përmenda kot fanellën që unë shpesh i cekim këto pjesën e statistikave të pjesës së rënditjes që me kanë të madhe që shikose në këto 10 vite o në vend 2 ose në 3 ose kanë dalë kampion. Po, kjo vjen i dytë na ka tjek shumë faktikisht. Na ka tjek, po. Sepse unë e dim se 21 herë mungesa e titullit kampion për shumë faktore nga një herë, kupton. Ne tifozët e Partizanit duke i parë neshet, duke i parë historinë e humbjeve të trofeu, humbje, do të them humbja është humbje, fare mund ta apelosh, mund ta bësh si dush, po neve na ka dikë shumë për mënyra se si kemi humbur shembull. Ti unë kujtoj 2007, ti mund kujtosh tani se je më i freskët, më kujtoj 2023-shin. Ka 2024 një herë, vitin e 2024 s'kam ka djeg shumë. Do të thënë nuk isha përgatit. Mendoja se sa më shumë tritesh aq më shumë thu duk të ekip, e du me zemër, s'më intereson trofet, më intereson vetëm emri. Po në fund kur e humb, sepse të vjen keq jo për veten. Unë në atë moment nuk më vjen keq për veten nëse Partizani humb një trofe, eliminohet nga kupa apo më vjen keq për Partizanin vetë sepse me vërtet kemi humb trofen në momentet e fundit që na kanë lënë, domethënë që duhet i kishte klubi. Klubi ynë nuk është kur e mendoj të jetë 17 herë kampion. Domethënë të jetë pas dy klubeve të tjera. Duhet me vërtet siç ishte deri në vitet 91, 92 që ishte ekipi më i trofeshëm në Shqipëri, duhet ishte edhe tani sepse i ka pasur ato mundësitë. Kish Partizani ka gabuar në hapin e fundit. Hapi i fundit. Unë do të kthehem prapë te tribunave për timin jot. Kush është ndeshje mbase s'ke qenë tribun? Për shembull, ndeshja më ka bërë çfarë s'kam qenë tribun fatikisht se ishte në Ferencvarosh. Ja këtë do të them. Për shembull, ndeshja që ka ngjitur si peng. Jo që të ka bërë çaj nga emocionet. Çaja nga emocionet. Nga emocionet e negative është ajo po them me Ignatja. Ndërsa pozitive ka pas plot. Unë mund të them kanë qenë ato momentet e bukura që edhe pse ka qenë sezon i vështirë, kur shikoja ndonjë gol fundit që na jepte shpresa që do shkonte mirë apo kështu, emocionosha. Nuk mund të them se kam çajtë titulli kampion sepse është ndërtuar gjëja, mund të kem jam përlot pak me Kastriotin se ndot, po kur kemi ardhur ty ja kishim bërë atë Yzmetin, ja kishim, domethënë isha i ftohtë, sinqerisht edhe në 2019 me Tiranën, ka qenë pjesa që ndjesha më i sigurt, ndjesha më krenar, më mundi thoj edhe një parazit dhe s'ka festojmë prapë. Mvite i natë më shumë kur merrnim ato rezultate negative, aty mërzitesh, aty isha si ai fëmia që çan po se fitoi, po se mori gjë që për lotën. Nëse kështu tek emocionet pozitive kam qenë i ftohtë, kam thënë Partizani shumë më tepër se kaq, nuk është kaq trofe, nuk është kaq, domethënë nuk do të gëzohem unë për një trofe, si më thënë. Një fitore e çmendur në transfert. E ke përjetuar? Fitore të çmendur në transfert nuk mund kem ndonjë për ta nda, do të kujtohem. Ndoshta ato me Skënderbeun kanë qenë për herë shumë, me Skënderbeun kanë qenë për herë transferta shumë të bukura, po nuk mund të them një përmbysje të çmendur, nuk po më kujtohet ndonjë se për mua çdo gol transfer është si dy gola këtu. Okej. Domethënë kur ke përballë atë tifozërinë kundërshtare që këtu mungon apo nuk është prezente, për shembull edhe këtu është kjo pjesa tjetër që në stadiumin ton s'është se kemi rivalitet ose që thoshë shiko kjo e ndez Partizani se do vinë këto tjerë ku ka ndodhur kjo për shembull me Dinamon apo ndeshjet veçanta që ke menduar, shiko, ka pas mobilizim. Partizani nuk është se ka ndonjë rivalitet, nuk është Partizani është i pari. Për mua edhe ka pas edhe probleme nga vetja. Po, e kam sinqerisht, kështu e mendoj unë, domethënë për mua Partizani është i pari. Është që ajo jemi si askush nuk është si ne. Edhe kështu që ka qenë golet pastaj jashtë që kemi pas pak rivalitet, çdo gol përmbysë s'po nuk kujtohet një pikërisht. Po çdo gol ka qenë kështu atë se dy fish ishte sidomos i vogël, ishte emocioni kur hypjet e hekura, transferat e Durrësit shumë bukura. Ti mendoj unë, paktën duke ta lexuar pak me ti, edhe festën dhe përcjellën tamam me kënaqësi e tifozit Partizan tek rivalët, shiko. Po është. Ato shkundjet e hekurave kanë qenë shumë karakteristike përpara atë pjesa realizime. Pastaj kjo pjesa nuk mund ta ndaj, domethënë një përmbysje është shumë e vështirë. Udhëtime nuk e di, unë në fatkeqësisht kam mbytur këtë pjesë dhe shpresoj që të ardhmë të rekuperoj këtë pjesën e transferit në base.
do ma mësoj çik Partizan Channel, po. Ke përmend të kopje. Ke pas një transfer. Ke përmend pikën time të dobët, që vetëm ajo çam ka mungu në këtë ndjekje të vazhdim, domethënë Partizani që kanë ndjek vazhdimisht, po ka mungu transfertat. Për shkak kur kam pas atë mundësinë apo po kam qenë i vogël, nuk kam qenë akoma aq i vogël 16 vjet atë. 15-16 vjet kisha dëshirën, po më thoje tani Partizani ti e shikon që po rritet çdo vit dhe mundësia, nuk po them se është free të shkosh kudo se. Na kanë edhe transferta të vështirë, për shembull po tush në Kazakistan, tush në Moldavi. Vende që janë, jo, Moldavi kanë shku çunat, kam humbë edhe. Kjo më vjen, ajo meraku më madh është mungesat e transfertat europiane apo të bini ballkanike për mua është më bukur. Atë shpresoj shumë ta realizoj këtë vit, sepse ndryshe nuk do jem asnjëherë i përmbush, domethënë. Nëse kam festuar përballë çdo tifozërie vendese, nuk kam festuar kundër atyre tuajve dhe jam i sigurt që do festoj. Një pjesa e korave, unë dua një kor nga ty, një kor të frikshëm, që mendon se është ose mbase nuk është më frikshëm, por është më pasionante. Më pasionante. Atëherë, po ta shikosh gjithë historinë që kanë ndjek tifozërin apo Partizanin, ka qenë pjesa një ëndër së shkuarës, një ëndër që vazhdon. Kjo na ka ndjek, është edhe thush një ëndër së shkuarës, një ëndër që vazhdon. Në çdo fushë që ju luni, për ne ishi kampion, së bashku në në çdo kategori. Pra kjo është vazhdim, një gjë shumë që kanë ndjek atë. Kjo mendoj kjo dhe Jehona kampionit. Po dhe por në shpirt. Po. Këto janë materiale që janë punuar me vite, për shembull Jehona kampionit mund të dalë ku shpallëm kampion, po ajo është punu prej vitesh, ka pas është kujdes për çdo detaj, janë fjalë zemre, janë fjalë shpirti, nuk është fjalë unë di tani për shembull po të fokusohem mund ta bëj tekst shumë bukur. Por mund të jetë teksti i momentit që nuk ta jep atë, ndërsa ajo ne që e dëgjojmë apo ne që e kemi kaluar në shkallët e stadiumit edhe shumë tjerë, edhe vetëm që kanë shkuar në një ndeshje të ke shkuar, në një sakrificë, në një diçka që ke bërë ti krap Partizanit, po ta ngjosh atë thu sa bukur. Përveç atyre që ndoshta edhe nuk kanë ardhur fare dhe prapë thonë sa bukur, ajo janë fjalë shpirti, por mua është teksti më i goditur. Që fakti që kur mund të jesh ishte ndeshja me Ignatian se përsëritet me bën çfarë do bësh. Ai është realiteti i hidhur i mirë ajo. Pjesa kur skuadra vinte, edhe kishim kampionatin që freskët. Unë isha aty te kopjeve ju, edhe filloi konga jo ëndër, domun ishte Ky ka qenë momenti vështirë që thashë. Unë kam qenë aty i mërziti kështu, edhe s'është e kam harruar, shikon e kam fshirë. Nuk e di pse ishte kjo, domethënë një tifozë Partizani adhurojnë këtë ekskluzivitet të skuadrës që nuk e di, mbase nuk do të ndjek, do të parashtroj këtë frym, po nuk besoj që e ka i skuadrës tjetër këtë frym që në fushë vetëm se i quhet shtëpia jone, harroje. Nuk pa ndroni këtë moment. Arena kombëtare është shtëpia, unë prandaj thash që më stava dhe stadiumi Dinamo. Që ne ishim dy shtëpia për ne. Këto dy dysh është tribuna qendrore, të tjerë ishin për dy njësha, dy tresha, ne ishim baba. Shtëpi, domethënë shtëpi për ne. Manuel, do të rikthehem patjetër edhe një herë tribuna, po pjesa që unë prezantova tek raportimi, ti je pjesë e Panorama Sport. Po, jam pjesë e webit. Bëjmë domethënë që do dua nga ty si sa vështirë është për ty të jesh edhe du ta shpjegoj në pjesën që është e vështirë për shembull po të humbi Partizani ka ndodhur to kohë që ka unë do ndallosh, do jemi skuqur, do jem domethënë ndalloj jam tip që i shfaq emocionet, nuk mund t'i fsheh. Po ti e merr ti me Partizanit apo i thua shmangut sot do të marr të goloj Tiranë? Jo, ka ndodhur që kam mbajt, domethënë ka ndodhur sepse duhet ta pranoj. Nuk ka ndonjë gjë që unë kur lu Partizani kam qef mos ta mbaj më mirë një ndeshje tjetër. E kam shpreh mbaj ti sepse unë mendoj se jam profesionist në atë time. Jam mendoj se jam profesionist në atë time kur do ta shkruaj, kur do ta hedh, po të kape. Po mërzite është punë sekondi, mund të humbësh detaj, mund të ngatrosh një emër, nuk ngjan bukur. Ka shumë djegës. Është edhe kjo formula që ka lëu pak qetësisë, ti qenë në një sekondë. Nuk do isha ti trafik rradhës. Për shembull, kur kam punuar më përpara mund të qenë më përpara ka qenë më e vështirë. Kur kam punuar para se filloj të Panorama Sport, të New Sporti, ka qenë më e vështirë sepse aty kisha, si më thënë, të kjo lufta që aty do të vjesa momentin më të vështirë në raportim.
më të vështirë në raportim janë to. Nëse Partizani shënon gol, që unë do ta fshet të emocionin, të bëj sikur nuk, domethënë nuk po më ndodh gjë, po brenda jam duke vlu. Sepse më e keqja është për shembull nuk është se shan do të jena, ke ndodh ka shpëtu ndaj gjë vogël, nuk është se shan ekipi kundërshtar. Nuk është se shan do, nuk është se nxjerr dot atë edhe nuk është duhet të jesh sa më mundohem është shumë e vështirë, pa. Është me të vërtet shumë e vështirë për një tifoz që e ndjen shumë, e ndjen në mënyrë maksimale, mund duket s'ku luaj vet. Domethënë kur e jep ai pasimin, mund duket se po shkoj unë ta vjen ai këmbë, liçi këmbë, kështu se po pusun gol. Është shumë e vështirë, po pjesa pastaj që duhet të respektosh punëdhënësin, aty bëjmë gjatë këto, them shiko. Duhet të respektoj atë që më paguan, ka dhënë vendin e punës, duhet bëj atë që për cilën dhe kam mbaru. Je futë kësaj fushë dhe mbase akoma ke për të pa dhe gjëra tek pjesat e brendësia akoma thellësi mendoj mbase edhe nuk ka interesu kjo pjesë, pa janë mediat e përgjithësi, jo vetëm ajo që profesionistë besoj që do të jetë aq ashpër duke qenë se ka punësuar person ty kaq pasionon, po përgjithësi mediat që nuk po flasim të shkruar në ato apo pjesën e webit, lajm të web, përgjithësi se unë jam shumë kritik e pjesë. Mbase nuk jam ai që dalin në rrjetet sociale shumë, e shpreh me kolegë miqtë e mi. A janë të ashpër ndaj Partizanit? Mediat në përgjithësi janë të ashpër. Realisht ndaj Partizanit, sepse do ta them kur them përgjithësi, marr çdo siç e tham përgjithësi. Po, për te Panorama Sport janë shumë kritike ndaj Partizanit, shumë kapin çdo detaj, unë kam vetë çdo detaj, po them çdo sepse Partizani është klubi që përbën lajm. Domethënë nëse ke një klub që mund të nxjerrësh lajmin, mund të eci lajmin, mund të dhe fatkeqësisht në gazetari apo në web, në portale, ecën ai lajmi i keq. Domethënë ai lajmi i keq. Jo, titri i keq, se mo lajmi mund të ketë ka raste që po do ta ngacmosh. Ngacmon, domethënë ajo është pastaj është abuzim. Kur e bën atë titullin e keq apo kështu është dashakeqësi, është abuzim. Që fatkeqësisht Partizani po të jetë një klub tjetër edhe të ankohet. Partizani është shumë i madh, kupton, nuk është se mund të merret me X media, me X. I shmang, kupton, po ka shumë. Partizani është klubi vetëm mendoj unë në Shqipëri që edhe i ndjek vazhdimisht, që sulmohet në thonjza sistematikisht vetëm për hatet të klikimeve. Mendoj unë, kështu mendoj, domethënë, nëse ka një lajm te Partizani, e ka këtë lajm njësoj edhe te një klub tjetër, te Partizani do ta shfaqë sepse është e klubi që ta gjeneron 10 fish. Dhe ne si Partizani Channel, mbase kanali i parë vetëm sportiv, jemi gjithmonë për klub futbollit, do ta theksoj se nuk kemi të sportiv, por për klub futbollit dikuar legjendës. Edhe për një periudhë shkurtër kemi dalë 3 herë në portale, 4 herë domthon, por vërtet për bujë, domthon, si ishin po krop. Për detaje. Jo, ishin po krop një sherri aty që edhe e kam fjalën ne mundohemi që të ndihmojmë sa më shumë me duke mbuluar ndeshjet e moshave, por ja gjë nga i herë. Jo, nuk i shpëton gjë as kush edhe një Partizani Channel e ka afruar, unë po fustu dhe vetën faktikisht. Na ka afruar mundësinë që të marrim material. Pra Partizani Channel përveç që kontribon për pjesën e moshave që ta ndjekin drejtuesit, scoutët e tjerë, na ka ndihmuar ne të tjerëve që të marrim material. Pra unë kur shikoj një gol të Himallarit, të tjerëve që janë çuna shumë të spikatur, që janë golashënuesit kryesor, që janë mbrojtësa shumë mirë vata, po përmend kështu. Kjo gjë që unë kam fiksuar 2-3 emra, apo më tepër, është vetëm për Partizani Channel. Nëse Partizani Channel nuk do e bënte punën kaq mirë, unë s'do kisha arrit asnjëherë që të njihja akademinë e Partizanit që të përbëja lajm. Edhe kjo pjesë që ma përmendë, kjo pjesë mbase unë jam shumë i lehtë për shkak të punës, por edhe që jam brendësi dhe kam shumë dëshirë që të eci. Si e mendon ti këtë pjesën e Akademisë Partizanit? Nuk e di për sa kohë na ndjek, po progresi që është bërë mund të jetë momentan, thjesht grupi, apo mund të jetë një shtysë të gjithëve që Akademia e Partizanit? Asnjëherë momentan. Duke qenë që unë shoh se lojtarë si ato që përmend edhe shumë tjerë, se mbien keq të përmend emra dhe të harroj shumë tjerë. Edhe duke qenë që unë shikoj se shumë emra po rrin vazhdimisht edhe po kështu, ato janë produkt i Partizanit që po investon te Partizani po investon te këta kohën, Partizani Channel po investon gjithë fokusin kryesor te akademia, nuk mendoj se mund të jetë momental. Çfarë mund të ndryshe
Jo, kjo akademia po unë mendoj vetëm pjesa që mund bëjnë ndryshe apo Në syrin tënd. nuk është vetëm mbarimi i infrastrukturës, pra kur shtohen ato dy fushat servitore apo këto që do i lirojnë që mos kenë më një moment që të gjithë serviten në një vend, kur të kenë atë infrastrukturën që janë marrë lejet apo tjerë do vazhdojë si projekt në verë me sa di unë, ajo është gjë që të qetëson sepse ti ke mundësi ta zgjerosh se akademia jo nuk është që të ketë luksin. ka shumë persona, është e plot, por nuk ka luksin që të marrë edhe një grup dy fish. Do ketë mundësi ta marrë të grup dy fish. Aty jam i sigurt që do zbulohen do zbulohen talente që është e vështirë për të që mund t'i zbulojë me duke munduar të ndedhesh më të mirë, mund të humbësh një djalë tjetër që del te një ekip tjetër. Shumë sa kjo pjesë. Edhe këtu do arrim Kjo pjesa që mund djegt faktikisht se kthehem prapë tek ai papi që është më rrugë, ai tifozi i thjeshtë, edhe më vjen keq kjo pjesa që duhet tifozët Partizanit duke përshëndetur vetëm. Unë për veten pajtu këtë pjesë, se punoj të mirë kuptojnë gjithë nuk po them kemi arritur shumë trofe, 2 kampionate për këtë periudhë, investimet janë bërë dhe kanë dy superkupa. 2 superkupa dhe po për gjithë asetet gjëra që ka fituar klubi Partizani. Tifozët duhet të jenë më koshient për realitetin të jemi akoma të bashkuar për hir të vërtetës. Po, faktikisht tifozët që jemi si ne janë shumë, domethënë ti e ke parasysh që janë ajo ndodh me tifozët që ne kërkojmë t'i afrojmë prapë, ato që vinë janë komentuesit që janë pjesa që nuk vjen e prek realitetit. Domethënë çka ka ndërtuar Partizani. Fakti më i madh është ironia që gjë dhe media se këtu kthehem prapë tek le të themi agravon pak edhe Partizani ska tifoz, disa portale kështu. Problemi është ti çon në një Elbasan në orën 8 darkës, 8000 tifoz kundër Astanës, me sport, domthonë njerëz që me pushime gjëra, s'kan ardhur gjithë. Unë sa rita të vija, imagjino. Unë nuk kam marrë dot një ndeshje që ka play-offi, që po të ishim kualifikuar. E kam djeg nga televizori si çmendur, kam qenë në jug me punë. Po ti shon, domethënë aty sa veta mund të kenë mundësinë. Është vërtet. Por edhe këtu do dalë për pjesë përveç atyre që s'kan pas mundësi, absolutisht. Edhe tek Ecuria, ja në momentin mase ky podcast do registrohet dhe nuk do kujtohet. Momentalisht Partizani është në sezonin 2024-2025. Jemi në top 4, momentalisht jo zyrtarisht matematikës në Leon, në Final Four, por a duhet të jemi këtu në këtë moment që të japim një duhet të jemi. Çdo njeri për hir të gjithë këtyre situatave. Po flas tani si pengu im, që unë s'po vi dot, kam 2 muaj që nga derbi. Po te pengut. Po, tjerë që e kanë mundësinë duhet të vinë. Për shembull, pse mos vish kur e ke stadiumin tënd, e ke shtëpinë tënde. Ne kemi shkuar në raste që janë më të shkuar në qytete të tjera si Pritës, të shkuar në raste shumë vështira. Ndërsa kur e ke në momente shumë vështira, kur e ke në shtëpinë tënde, pse mos shkosh, mos ta ndjesh atë emocion që merr nga televizori, sepse në lagjen time, po them lagjen time, mbushen lokalet plot. Në fakt tani është dhe platforma që jep falas, Toksori, RTS-ja, por po them edhe në lokal që ato që mbledhen lokal. Për shembull lagja ime është çfarë kore larg stadiumit. Pse mos vish ta shikosh ti harxhosh ato 2 lek tek lokali, mos ti harxhosh 2 lek që Partizani nuk po nxjerr fare ta avra nga bileta, mos ti harxhosh, mos ti shpenzosh tek klubi yt. Kjo është një pjesë do ta kërkoj edhe pak më vonë. Pjesa e pyetjeve të radhës, unë jam meqense ishim tek tifoz tek mbështetja do të kërkoja kujtime ose më saktë kënaqësia që merr në derbi. Është nëse do të bëj një pyetje, domethënë siç ishte ajo pyetja që kush është ndeshja më e bukur apo ç'do ndash, aty do dile. Ajo derbit është sinqerisht ajo, sepse më duket se edhe tek një reels, një video që nga të parë, më duket se ke qenë ti idejues. Mos gaboj apo jo. Video një pjesë që merret gota apo bëhet merret një sinis dita. Jo, nuk kam qenë pjesë, kujtoj si video si. Sepse nga që ke pas parë shpërndar dhe jo, po e kam shpërndar, nuk kam qenë pjesë. Po ajo është fiks për ditëshmëria, domethënë unë ditën e derbit do lë takime Berberin, do takohem me gjithë personat që janë tifoz me Partizanin, do bëj çdo gjë. E fryma që është kanë aty. Po, është domethënë je optimist apo je kështu, domethënë do i fitojmë shumë super. Absolutisht, edhe kur ka qenë ndonjë moment dobësie, nuk e japim veten, do ta mbajmë sigur jemi ne favoritët, që kanë qenë shumë pak raste, se na kanë bërë çelin. Për mua derbi është me të vërtet ndeshje që s'ka të paguar. Për mua është ndeshje titulli kampion. Domethënë derbi, po më vjen keq për veten se ndryshe nga më përpara
që kam pas atë si fëmijë nuk ishte rëndësi rezultati. Tani më vjen keq se kam filluar putem pak nga rezultati. Domethënë do ta pranoj që tani nuk këndoj dot më si më përpara. Ndjej që jam kështu vetëm i stërnguar. Po, tek ekipi, po. Edhe shikoj ato fëmijë që vlojnë si uragan, domethënë kujtojnë atë vetën. Po derbi është nis që fillim që mëngjes unë mundohem shkoj gjej çdo tifoz Partizanit të lagje, ti motivoj të sigurohem që po vinë stadium, çdo tifoz që do të takojnë rrugun, nëse nuk dal ditë për ditë, se s'm del mundësia të dal të bëj një xhiro të takoj njerëz, ditën e derbit do ta gjej këtë mundësi që të shkoj të takoj njerëzit që janë në Partizan dhe të sigurohem që do vinë stadium. E vërtet, kjo është një pjesë që na ka shijuar gjithë të vite, po ti ke ardhur, unë kam projektuar, po ti ke projektuar shumë fitore. Shumë. Domethënë realisht jam brezi që jemi rrit na ka bëu që është ka shijuar shumë nga. Nga fitoret, mund të them ajo qinarit goli që nuk ishte tek derës e këtyre magetët për po kam qenë. Ja tek ato derbi që mund prajnë këmbë, sinqerisht. Bi, domethënë shijoj ti jemi rënd, s'ka problem. Shijoj emocionin, domethënë i lë këmbët e mi puten, edhe e shijoj, s'ka gjë, çau bë, si po festohet, u arrit. Nuk çdo derbi, çdo gol është pritja qirkos. Domethënë goli Filit që mban Partizanit pa poshtë. Janë kujtime, domethënë çdo derbi ke një histori për tregu, ke një emocion për të shprehë, edhe njësoj, vetëm derbi nuk është zbe. Nëse më vërtet mund të ndodhi tani për shkak të skemës, unë shikoj një ndeshje. Ta shkoj edhe ftohtë, ndoshta që të them se kemi kohë se po në momentin më nxeh pak. Po, është ky momenti që të fillojmë bëjmë llogaritë. Po jo, i bëjmë llogaritë edhe për kundërshtarin, se një goditje. Po, e vërtetë është. Unë nuk do ja uroja për shkak se na. Unë do ja uroja. Na duan për 4 derbi të radhës. Unë sinqerisht do uroja, por e du derbit bie në kup. Të bie në kup edhe në rregull jemi. Kjo është një kalkulim shumë i veçantë që mbas edhe mund të si shumë kalkulime që kanë dalë të saktë. Unë do bëj disa pyetje në formë febrile të shkurtë, do më japësh do ma plotësosh të fjalën që do nisëm. Do doje të shihet Partizanin duke fituar Champions League. Okej. Do doje të shihet si një lojtar si me fanellën e kuqe, lojtar këtë duhet shikoj fanellën. Messi. Tani po e ndërproj. Po e kalojmë atë imagjinat. Në moment po e kalojmë. Dakor, Nërsa, po të prisja të rikthehet në një isht kuq. Jo, ato s'ka. Tani ato që Ramadani, Asani, absolutisht do doja ti kishim, por nuk mund të them unë që ata kanë mbaruar të citin. Tani kemi çunat e rinj. Po them edhe Messi që thashë i janë pyetje përgjigje që janë jashtë do doja të shihet tifozët tan duke mbushur një sektor të madh në një ndeshje europiane. Wow. Super. Do doja tu i kanë bërë gjitha. Kjo është pjesa që ngjan në jetën, po pra si një përgjigje nga ty. Do doja të shihet stadiumin ton të mbushur plot për herë. A nuk të festoje një tjetër kampionat më të fushë? A do të festojmë? Jo, po tani me Final hiqet kjo Final Four edhe na bie mundësia se tani janë gjithë atë arena. Tani kjo pjesa e rikthehen prap nga që më the pak në backstage për një punë të dytë, por si mund ta quajmë këtë pjesë, pjesa e Big Brother. Aktualisht kjo është pjesa diçka na zbuloi diçka nga kjo është arsyeja pse që nga derbi un po mungoja, po duke qenë që angazhohem me 2 punë. Big Brother pastaj është do atë fokusin e vet, do t'i njohësh. Ka bërë përshtypje Laerti është tifoz i Partizanit, që u kënaqa shumë kur e dëgjova një moment që pyeti një nga banorët e rinj, nuk lejohet informacioni, po e pyeti, i tha, "Ore, në çfarë vendi është Partizani?" Interesante. Po, të betohem kështu i tha, "Në çfarë vendi është?" E thash se unë kisha pa foto që qarkullonin të këtij më përpara me bluzë, po mendoja nuk ky tani thjesht për show, si shumica e tyre të Jo, po jo në atë moment nuk e bën dot show në atë moment sepse ishte i përfshirë të darë, nuk ishte fokusi kryesor apo dhe kur e dëgjova kur ma kapi veshi ishte ai motivimi që më ka, megjithëse ishim aq mirë në atë moment, nuk ishim. Po mirë, grimca që të përcjellin pozitivitet, sikur balancon Partizani është do, domethënë, është te Big Brotheri, Partizani është te Big Brotheri, vjet ishte Alban Hoxha për një ish futbollist. E vërtet. Ka qenë edhe tek një emision tjetër. Po, domethënë, po, që domethënë Partizani është kudo që ta do jeti grim vet një tifoz, do jetë një surprizë.
Meqense jemi edhe tek mesazhet, do doja ti përcjell një mesazh se ti përcjell gjithmonë, të se kam domethënë merak fare. Po, tu tek podcasti jonë dua me zë dhe me figurë. Një mesazh për tifozët tanë. Tifozët ne e prekëm, po shumë e rëndësishme mos ndikon nga rezultati. Domethënë nëse një tifoz thotë unë po iki ta shikoj Partizanin se ka fitu ose atëherë s'është ajo fryma që ka një tifoz i Partizanit. Duhet se zvon për te rezultatit. Mos ndikon ai rezultati është i përkohshëm. Sa rezultate negative kemi kalu 4 fish pozitive. I bine duhet kemi 4 fish më shumë tifozë sa vinë. Kështu që tifozët se s'bën duhet jenë krah klubit, sepse në fundit kur ta shijojmë atë suksesin që vjen, nëse jo këtë sezon vjen sezonin tjetër, siç na ka ardhur, siç kur ka mungu ka ardhur, që ta shijojnë të suksesin, të derbin, të kështu, duhet që të vinë edhe të ato ndeshjet normale, të vinë kundër ekipeve që janë edhe fundi tabelës, poshtë tabelës, mes tabelës, të vinë edhe të këto ekipe, se po nuk erdhën të këto ekipe, Partizani rrezikon të humbi sinqerisht atë që ka pas për herë, numri 1 tifozët. Partizani identifikohet vetëm me tifozët. Është i vetmi klub në Shqipëri që ka mbështetës kudo, edhe në troje shqiptare, dhe kjo identifikon. Po u boshatis stadiumi, po ra fryma e këtyre Partizani humbet identitetin. Një mesazh doja edhe meqense edhe ti shkruan merresh edhe për lojtarët e akademisë. Lojtarët e akademisë duhet shumë vetëm mos ta humbin atë frymëzimin. Se unë mendoj Partizani është bollë zgjedhje zemre, pra nuk e kanë përfshi Partizani vetëm si do stërvitemi diku. Do ta edukojmë të fëmijët. Po këtë pjesë që thon do stërvitemi. Sa okay këto që kanë zgjedhje zemre. Këto është shumë qartë se ti. Pjesa tjetër do stërvitemi diku. Sa ke aty në tribunë. Pjesa tjetër do stërvitemi diku. Ta vazhdojnë sepse është aty edukon, nuk ka ku edukon më mirë. Domethënë nëse ka një klub që nuk është subjekti disiplinës javë për javë apo siç janë shumë klube tjera moshësh, është korrekt. Kjo është mundësia vetme. Domethënë nëse duan të marrin një formim sportiv që të ndihmon edhe në disiplinë edhe në çdo gjë, sporti, futbolli është intelekt. Edhe duhet të zgjidhin Partizanin është. Edhe un kam më shumë merak të pjesën tjetër që përmenda, ato që po shfaqin talent, që mos nxitohen, se koha e tyre po vjen si që ka ardhur shumë veta Gjergji Kote, që ka hik nga një akademi të ka ardhur Partizani apo ka hik nga një vend ka ardhur Partizani një lojtar tjetër. Ka ardhur që të marrë këtë emrin që tjetri po i thotë janë 2-3 personalitete në futbollin shqiptar që i thonë Xhevahir. Shumë saktë. Nëse këto i thonë Xhevahir është arsyeja që po luan edhe te Partizani dhe po tregon te Partizani. Ta kuptojnë se tjetri ka ardhur nga përdorur. Absolutisht duhet mos ta humbi shpresën. Vetëm shpresa nuk duhet të humb futboll. Tek mesazhet do doja shumë, mase jo mesazh, se mesazhet i marrin në backstage ne, doja një opinion për Partizani Channel. Partizani Channel vetëm vazhdojmë me rrugtimin që ka nis kohë më parë. Mos ta ndaloj sepse do shumë pasion e di pap që edhe ti dhe ato që janë te kamera prapa sken, po nuk e rritën pasionin. Është shumë e vështirë, po. Është shumë e vështirë se këto janë gjëra që mbahen nga pasioni më shumë. Nëse se ke atë vetë atë që do ta bëj këtë gjë. Vetëm këtë mos na leje. Partizani Channel sinqerisht nuk duhet na leje. Nëse është një gjë që unë duhet mos mungoj. Ide sugjerim do të pyes backstage se aty më intereson më shumë. Ky ishte një episod vërtet shumë fantastik me Manuel Locin, një prej tifozëve dhe gazetarëve të Panorama Sport, dhe tifozët tonë, jo tifozët Panoramës, që ta ndajmë. Një ish antar dhe një përfaqësues i tribunave të Partizanit. Manuel nuk ka kënaqësi të madhe që më ke dhëruar në këtë episod dhe të falenderoj, shpresoj që të shihemi prapë mbase se jo në një episod tjetër ose në një emision më të veçantë tjetër. Po shpresoj që ty të shoh diku edhe më lart. Në këtë episod sinqerisht ke heqë emocionet. Unë mendoj se do ta bëj se ne që jemi të shkrimit që mundohemi, nuk kur thoja unë sot do zgjat, nuk e di sa ka zgjat. Thoja ose 5 minuta thoja unë edhe nuk e bëj dot. Ti 5 minuta thoja, derisa ti më hoqe. Ti falenderoj për ftesën dhe shpresoj që ky podcast të vlej për gjithë, sidomos për Brezin e ka mbyll kapitullin, por Brezi jote dhe pak më poshtë se ti e frymëzim mesazhet podcasti që ke bërë në këtë studio të vogël të shpëroj sa më shumë tifozë Partizan që të jenë më shumë stadium, ta mbështesin skuadrën e Partizanit dhe
të shijojmë të tjera trofe dhe emocione. Ju falenderoj shumë që na keni ndjekur dhe uroj shikime të këndshme në podcaste të tjera me të ftuar tjera. Ta bëj edhe një përshëndetje? Patjetër. Du t'ju përshëndes edhe një herë juve. Faleminderit shumë. Dhe të gjithë tifozët e Partizanit që janë jashtë Shqipërisë që do donin shumë të ishin do donin shumë dhe na mungojnë shumë. Një episod duhet një episod në vete për ikon e tifozërisë Partizan që na mungon shumë. Ja shpresoj që ato me kontributin e tyre me energjinë që të përcjellen në rrjetet sociale dhe të vazhdojmë të mbështesim Partizanin sepse do i kthejmë akoma më të fortë.